Çfarë roli mendon se kanë pedagogët për rritjen ose uljen e ankthit tek studentët? Sigurisht që e kemi të gjithë të qartë në mënyrën tjetër që ne kemi një pedagog që e kemi shembull në mënyrën se si na trajtonte, në mënyrën se si na fliste, në mënyrën se si na shpjegonte, në mënyrën se si na afronte. Është një shembull. Pra siç themi që e kemi patur ndoshta klishe në të shkuarën që mësuesi, pedagogu është një prind i dytë, do të thotë në raport me modelin, ai është një model i cili na jep një lloj forme. Pra nuk mund të themi që s'na jep asnjë lloj forme. Dhe e rëndësishme është që edhe mësimdhënësi vetë të jetë i vetëdijshëm, sepse shpesh ne kemi rastisur në pedagog që në mësimdhënës të cilët edhe ata kanë vështirësitë e tyre, edhe ata kanë problemet e tyre dhe mund të kthehen në një model jo të mirë. Jemi njerëz në fund të ditës. Patjetër, dhe është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm. Pra që ashtu siç mund të jesh një model i mirë, mund të jesh një model dhe jo i mirë. Pra mund të prishësh apo mund të dëmtosh imazhin e mësimdhënësit. Dhe e rëndësishme është që sot t'i kuptojmë dhe t'i flasim, sepse deri dje kishim shumë të vështirë, pra ne adhurojmë figurën e mësuesit si kulturë dhe sot kritikat janë të forta ndaj faktit që nuk po respektohet figura e mësuesit, por duhet bëjmë dhe një analizë tjetër. A ka diçka që nuk funksionon me mësuesit? Pra a ka diçka që duhet po themi ndryshuar apo i dhënë një përmas tjetër, sepse kjo vetëdije na bën që problemi të shihet realisht dhe të shkohet në zgjidhje.